Bilal ibn Rabah, një zë i lirisë në shërbim të Islamit. Bilal ibn Rabah ishte një njeri nga sahabët më të dalluar të pejgamberit Muhammed a.s., i cili zuri një vend të veçantë në historinë islame për shkak të besnikërisë së tij, durimit të jashtëzakonshëm dhe qëndrueshmërisë në fe. Ai lindi në Mekë rreth vitit 580 pas erës së re, në një kohë kur shoqëria arabe ishte e ndarë sipas klasave dhe skllavëria ishte një fenomen i zakonshëm. Nëna e tij ishte një skllave afrikane, ndërsa babai i tij mendohet të ketë qenë gjithashtu me prejardhje afrikane. Për këtë arsye Bilali lindi në robëri dhe u rrit si një skllav në një shtëpi kurejshite. Ai ishte nën pronësinë e Umeja ibn Khalaf, një nga armiqtë më të betuar të Islamit. Fëmijëria e Bilalit ishte vështirë dhe mbushur me vuajtje. Si shumë skllav të asaj kohe, ai trajtohej si pronë dhe jo si qenie njerëzore. Megjithatë, Bilali dallohej për natyrën e tij të qetë, karakterin e tij të fortë dhe për zërin e tij të bukur, cilin me vonë përdori për thirrjen në namaz, ezanin. Ai ishte një njeri me ngjyrë të errët dhe ky fakt shpesh përdorej nga politeistët mushrikët arab për ta nënçmuar, por feja islame i dha atij një pozitë të lartë dhe të nderuar. Kur Muhamedi a.s. filloi të predikonte Islamin dhe të ftonte njerëzit në besim në një Zot të vetëm, lajmi për këtë mesazh filloi të përhapej për Mekë. Edhe pse shumë prej pasanikëve dhe njerëzve me pushtet e refuzuan, ishte edhe nga thresat më të ulta që e pranuan me sinqeritet këtë thirrje. Për ta ishte edhe Bilali. Ai ishte një ndër të parët që pranuan Islamin, megjithse kjo gjë do t'i kushtonte shumë. Islami i tij nuk ishte thjesht një zgjedhje fetare, por një revolucion personal dhe shoqëror që sfidonte